Paqja me ju miq, ju ndjekës të këtij kanali dhe ju vëllezër të motrën e Krishtit. Mirë se u gjetëm dhe në serin 7 të këtij cikli mësimesh, mbi temën lufta shpirtërore. Dhe kemi arritur pikërisht në pjesën e fundit të mësimit, po jo të fundit për në rëndësia. Pikërisht do flasim për armatimin shpirtëror, dhe është pjesa e dytë, para rëndë se ishte pjesa e parë. Por nëse tek seria e 6 folëm për qëndresën, ndaj luftës shpirtërore, këtu do flasim për mbrojtjen dhe sulmin. Kujtoj që këto janë mësime të nisura nga teologjia e krishtere protestante, se dhe është tash teknologjia nga Vizoli, dhe para se të fillojmë do bëjmë edhe hyrjen që kemi bërë në çdo seri për të ndihmuar ato shikues që nuk kanë mundur të shohin dot që nga seria e parë ose me radhë. Pra lufta shpirtërore, sipas fjalës së shenjtë, është një betejë midis të mirës dhe së keqes, ku njeriu përballet me fuqi shpirtërore të errta, së brendshme dhe së jashtme. Disa nga këto fuqi të errta njihen si tundimi, dyshimi, frika apo gënjeshtrat, të cilat synojnë shkatrimin e gëzimit në jetë, qëllimeve për jetën apo të marrëdhënieve tona. Në këtë seri mësimesh do të shohim se si mund të qëndrojmë në këtë betejë shpirtërore si besimtar në pozitën e filimtarit, ndërsa ata që nuk janë në besim, por në kërkim të së vërtetës, do të fitojnë një uri shumë të vlefshme për jetën nga urtësia e përjetshme e Biblës. Dhe fillojmë pikërisht me urtësinë e Biblës, pikërisht nga letra e Efesianëve, ku ka qenë e bazuar gjithë kjo seri. Pra letra e Efesianëve, një nga 66 libra të Biblës së shenjtë, të ndodhur në Testamentin e Ri pas Krishtit. Dhe nëse lexojmë aty te kapitulli 6, vargu 17 na thuhet: merrni edhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndisë. Pra shohim që krahas atyre që vargu na thot në mësimin paralendës për të marrë për qëndresën tonë, këtu na flitet për instrumentat shpirtëror që na ndihmojnë jo vetëm në qëndresë tashmë, pra qëndresa është faza e parë, të qëndrojmë sulmeve pra të errta. Këtu na thot edhe të mbrohemi nga ato sulme dhe të kundër sulmojmë. Pra, po flasim për armaturën shpirtërore, ose siç e kemi shkruar armatura e Perëndisë. Në fakt kemi shkruar armatimi i Perëndisë, po thamë që apostulli Paul, kur ka shkruar këto vargje, kuptohet i frymëzuar nga Fryma e Shenjtë, sepse gjithë Bibla është shkrim i frymëzuar, ku Perëndia është autori, pra Zoti, përmes apostujve dhe profetëve. Ai mori si shembull një ushtar romak dhe bëri analizë të gjithë armaturës së tij, duke i veshur çdo pjesë të armaturës nga një funksion luftarak. Dhe këtu shohim pikërisht që krahas brezit të së vërtetës që e pamë në mësimin e kaluar si një element shumë kryesor, dhe thamë pa brezin nuk mbahet dot armatura e ushtarit, por do ishte e lëvizshme dhe si rrjedhoj jo efikase, mund të ishte edhe pengesë për ushtarin. Po thamë që brezi i së vërtetës ndihmonte edhe për të mbajtur shpatën. Pra e vërteta. Kurse këtu shohim elementet e tjera, për krenarja e shpëtimit dhe shpata e frymës. Dhe pastaj na thuhet që shpata e frymës, pra e frymës shenjtë që është Perëndia, është fjala e tij, fjala e Perëndisë. Po kujdes, për ata që nuk dinë çfarë është për krenarja, në fjala shqipe, pra ne themi kreu, themi kokës, në gjuhë pak më të vjetër, kurse për krenare do të thotë ajo që vlihet me krep për të mbrojtur kokën, pra për krenare. Dhe është zakonisht një tip helmete metalike. Pra ne njohim në heroi jon kombëtar, për shembull për krenarja e Skënderbeut, që është helmeta me atë kokën e dhisë të stilizuar. Dhe krahas kësaj për krenare na jepet dhe shpata. Dhe na thotë që shpata është e frymës. Pra fryma e shenjtë është Perëndia. Ati biri fryma e shenjtë është një Perëndi i manifestuar në shkrimin e shenjtë.
në libër që ne krishterët i besojmë. Dhe le të shkojmë pak më tej për ta parë më në thellësi pikërisht këto dy elemente. Fillojmë nga e fundit në radhë, pra nga e fundit në radhë, që është shpata e frymës. Dhe shpata e frymës, sikurse e përdor dhe ushtari, pra që ne dim shumë mirë, përdoret pikërisht për të sulmuar. Pra shpata është arma. Dhe mësojmë pikërisht nga Shkrimi i Shenjtë, por edhe na vetë historia luftarake, le të themi që shpata është e vetmja armë sulmuese me këtë armaturë. Pra shpata është arma, kurse gjithë elementet e tjera të armatimit janë vetëm për të qëndruar dhe për të mbrojtur. Dhe këtu na thuhet një vërtet mjaft interesante dhe mjaft inkurajuese, është një zbulesë kaq e madhe ku na thuhet që shpata e frymës është pikërisht fjala e Perëndisë. Pra fjala e Perëndisë që sot e kemi në Bibël është pikërisht arma e një krishteri në këtë betejë shpirtërore kundër fuqive të errësirës që kemi thënë gjithmonë dhe përsërisim janë reale. Ndoshta janë të padukshme, sepse nuk perceptohen dot në ndërgjegja jonë, pasi ndërgjegja jonë operon në realitetin fizik, në realitetin material. Por siç është ekzistues realiteti material ose fizik, është edhe realiteti metafizik, dhe për këtë kanë shkruar edhe filozofët. Pra metafizika që në greqishta do thotë përdej fizikës. Dhe kemi thënë që ka dhe njerëz, jo vetëm besimtar në fakt ka shumë, të tillë dhe unë kam njohur personalisht, që kanë akses dhe shohin metafizikën. Pra shohin realitetin shpirtëror, shohin shpirtra, shohin frymra dhe realitetet papërshkrueshme. Por ka dhe ju besimtarë që ka atë që quhet si shqisa e gjashtë në shkencëtarët, dhe edhe ata kanë akses në këtë realitet metafizik. Që është realiteti frymëror. Dhe këtë realitet frymëror nuk e luftojnë dot me armë fizike. Sepse Shkrimi i Shenjtë që për mësimin të parë që lexuam na thotë që betejë jonë nuk është kundër mishit dhe gjakut, pa trupave fizik, por kundër fuqive të errta, principatave, qiellore. Dhe kemi thënë niveli 2, angjëjt e rënd në parajsa, pas rebelimit, operojnë në nivelin e 2 qiellor dhe mbulojnë, si do thuash, me veprimtarinë e tyre, nivelin e parë qiellor ku ndodhemi ne në këtë planet. Dhe bëjnë këtë duke dhënyer, duke mashtruar, duke friksuar, duke dekurajuar, në mënyrë që njeriu mos ta kërkojë të vërtetën, por të jetë skllav i pautësive, skllav i rebelimit kundër Perëndisë, krijuesit të qiellit dhe tokës, të jetojë në mëkat, të jetojë në gënjeshtër, në iluzion, dhe mos ta kërkojë kurrë të vërtetën, që mos të shpërtohet në përjetësi. Por Krishti Jezus, biri i Perëndisë, që është Perëndia e ardhur, në mish sipas profecive, për të kryqëzuar për mëkatet tona dhe faljen tonë, dhe shpëtimin tonë, pra Perëndia na shpëton, dhe ka thënë që në dhjetën e vjetër të Bibla hebraike, që unë do vi të shpëtoj, unë jam shpëtimi juaj, dhe erdhi, lindi Mesia me lindet më natyrshme, për të marrë mëkatin tonë. Pra Zoti shpëton njeriu, nuk shpëtojmë dot vetë ne. Në këto janë gënjeshtrat e kësaj fuqie të errët, ku janë shpikur filozofia, janë shpikur dhe fe, dhe shumica e njerëzve të besojnë që mund të bëjë diçka për të shpëtuar. Jo. Bibla thotë jemi shpëtuar me anë të Hirit, pra dashuria dhe mëshira e pamerituar e Perëndisë është i mirë dhe është dashuri fal besimit tonë te kjo vepër e shpëtimit në Krishtin. Dhe nëse e dim këtë të vërtetë, Jezusi thotë që do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. E vërteta do t'ju bëjë të lirë. Dhe unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Thotë Jezusi që ka dhe titullin fjala e Perëndisë. Që do thotë ai është e vërteta, rruga dhe jeta e përjetshme për shpëtimin pra përplasje. Kurse djalli sulmon pra me demonët që janë frymra, ne sot e kemi energji, kemi zbukuruar pak, pasi ajo që ta më parë, teologji, teknologji, nga frymra, shpirtra i themi energji, për ta bërë pak më aktuale, por ama janë demonët, janë djaj. Populli jonë popullor i thotë gjinde, që ka marrë nga turqishtja. Pra janë të vërteta, dhe bëjnë çmos për ta gënjur njeriu, për të ngjallur tek ai dyshime, për të ngjallur frikë, për të ngjallur lloj emocioni të rrem,
që njeriu mos pranojë të vërtetën dhe mos të shpëtojë. Por çfarë ndodh? Këtë tundim të dashur vëllezër dhe motra nuk e kanë vetëm besimtarët dhe jo besimtarët. Këtë tundim e pësoi dhe vetë Jezu Krishti. Pra ne dimë historinë, pra dhe që kanë lexuar Ungjillin, pra lajmin e mirë, Ungjilli i Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit, që flasin për historinë e dokumentuar të Jezusit në tokë, pra birit Perëndis. Pas pagëzimit të tij, nga Gjon Pagëzori, në lumin Jordan, më thuhet që fryma e çoi Jezusin në shkretë të lirë, që të tundohej nga Satani. Dhe mund të na duhet shumë kohë të futemi thellë në teologji, por dash Zoti mund të jenë subjekt për një mësim tjetër dhe unë uroj që edhe këto luftra dhe trazira në botë të zbuten, mos ketë gjakderdhje dhe mos të bllokojë dhe interneti, pasi ju e dini që unë jetoj në Rusi dhe tu është me pikatore interneti, është një sakrificë dhe punë shumë e madhe, por lavdi Zotit që unë bëj për realizimin e këtyre videove dhe uroj që të mbarojnë këto në mënyrë që për ju miq që më shkruani vazhdimisht dhe ju ndihmoni këto mësime, të keni sa më shumë fillime në teologjinë e krishterës, sepse është pafund fjala e Perëndis, është pafund e vërteta. Ka pafundësisht tema për çdo sfert jetës, por gjithsesi, çfarë do doni të ndalesh më është që përderisa biri i Perëndis çohet nga fryma e shenjtë përmes atit Perëndi, pra fryma e shenjtë e çon në shkretë të ndojë nga Satani. Atëherë edhe ne si besimtarë, në momentin që besojmë, në momentin që besojmë Ungjillin, të ndohemi, duam të ndjekim Perëndin, duam të ndjekim të vërtetën, ecim në shenjë të ri. Atëherë edhe ne do kemi tundime të ngjashme gjatë fillimit të rrugës tonë shpirtërore. Pra çdo besimtar në fillim të rrugës shpirtërore do ketë minimalisht mashtrime. Pra djalli do bëjë të mundur që të çojë pranë atij njerëz që do japin mësime të tjera. Pra do mësojnë gjëra që shiko, kjo që them unë është e rëndësishme se Zoti. Mund të jem parat, mund të jenë shëndeti, mund të jetë fama, mirëqenia, ose të tjera gjëra shpirtërore që nuk kanë lidhje me shpirtin e shenjtë që është Perëndia. Pra kemi shpirtra fryma, që janë demonët, kemi dhe shpirtin e shenjtë që është Perëndia një. Fjala e Perëndis na çon tek fryma e shenjtë, edhe Perëndia. Ose fjalët jo të perëndishme që dalin nga Bibla, na çojnë tek frymat e errta të demonëve. Dhe janë këto frymë që nxisin njerëz të ndryshëm për të përhapur ato që ne krishterët i quajmë herezi. Madje janë dhe herezi shkatruese, që ta nxjerrin besimtarin nga rruga. Dhe një pjesë e madhe e besimtarëve nuk i rezistojnë dot mundimit. Në thotë shkrimi shenjtë, një shembull ky në Ungjil. Por çfarë është më e rëndësishme që tham gjithmonë në fillim do ketë mundime. Do ketë mundime sepse vetë Perëndia i lënë. Në mënyrë që të sprovohet se sa të sinqert jemi në besimin tonë në Zotin. Sa të sinqert jemi, siç sprovoi Abrahamin kur i tha të flijonte Isakun. Pastaj ndali në gjulli dhe flijoi pikërisht dashin që u shfaqet në shkura. Kur është simbolika e kurbanit, që në Bibël e kemi gjitha dashur vëllezër. Pavarësisht se njerëzit kanë krijuar shumë fe të ndryshme. Dhe pastaj thamë që me ardhmën e Perëndis, në birin e tij Jezusit bëhet kurbani për komentar dhe njerëzit nuk mund të bëjnë më kurbane kafshësh, sepse ofendojnë Perëndin kështu. Ofendojnë Jezusin. Thonë që Jezusi nuk mjafton. Duhet bëjmë dhe ne diçka, dhe ja këtu futet fetarizmi, këtu ruani liku. Kështu që kur djalli tundoi Jezusin dhe Perëndia e lejoi që të tundohej, edhe ne do na tundoj në fillim të rrugtimit, po edhe gjatë rrugtimit. Pra edhe ne do kemi këtë kohën e shkretëtirës. Siç u tundua kombi i Izraelit 40 vjet në shkretëtirë me profetin Mojsi. Edhe Jezusi tundua 40 ditë në shkretëtirë drejt për drejt në djallin. Dhe si u mbrojt Jezusi nga djalli, ose si sulmoi djalli dhe si u mbrojt ai. Për ata që dinë Ungjillin, na jepet Ungjilli Mateu dhe i Lukës, në mënyrë më drejt për drejt. Pra djalli i foli fjalën e Perëndis, pra i foli çfarë shkruhet në Bibël. Se fillimisht ishte fjala ishte Perëndia. Pra Perëndia është fjala, nuk ndahet fjala nga Perëndia. Në fillim ishte fjala na shkruhet. Dakor, nuk flitet për fjalën e shkruar këtu, sepse kjo është shkruar në frymën e shenjtë me profetët dhe apostujt,
Pra Biblia, po flitet për logosin, për vetë urtësinë, vetë perëndimin. Pra është fjalë. Dhe shkencëtarët thonë që gjithë universi, madje ka thënë Einstein, është informacion, nuk është hapësirë dhe materi. Pra shkenca fakton Biblën. Kështu që e para është fjala logosi, që quhet Logos. Pra vetë karakteri, urtësia, vetë personifikimi i Perëndisë. Është logosi, fjalë. Dhe pikërisht djalli fjalën e shenjtë përdor për të provokuar birën e Perëndisë. Sepse kemi thënë që Jezusi ishte plotësisht perëndi, po edhe plotësisht njeri. Pra 100% perëndi, jo jus për jus, si paganët. Po 100% perëndi, 100% njeri, dhe kishte kufizimet e tij njerëzore në trupin njerëzor. Po pa mëkat. Dhe djalli u ndër pikërisht me fjalën e Perëndisë. I tha, nëse ti je biri i Perëndisë, po ngjalli dyshimin, si që ngjalli me Evën. Atë ka thënë me të vërtetë Perëndia kështu? Pra djalli fillon me dyshimin. Që dhe të ne mund të filloj të na nxisit për dyshim, duke thënë, a është me vërtet kjo fjala e Perëndisë Bibla? Ose të tjera gjëra? Dhe kur na kapet pa përgatitur pasaj, kur ne të fillojmë të dyshojmë te ora, ose kur të mos jetë fjala e Perëndisë. Pra fillimisht ishte fjala ishte me Perëndin, fjala ishte Perëndi, gjithçka u krijuar me anë të fjalës, dhe asgjë nuk u krijuar me anë të tij. Po edhe Jezusi është fjala e Perëndisë, atëherë gjithçka u krijuar nga Jezusi për Jezusin në si, po si Jezusi u bë njeri e kështu me radhë. Po pse Jezus do thosh shpëtim, po pse shpëtim, po s'ku mos kesh shpëtim, pra po filluam të kemi këto gjëra, atëherë ne futemi në dimensionin e frutit të ndaluar, që është arsyetimi jon mëkatar. Pra vetë vendosi çfarë është e mirë dhe e keqe duke hequr Perëndin nga loja. Dhe këtu fillon Satani sulmon. Si sulmoi dhe Jezusi, pra strategjia e tij. I hodhi këtë dyshimin në fillim, nëse ti me të vërtetë je biri i Perëndisë, pra goditi natyrën e tij njerëzore të dobët, i tha, thoj këtyre gurve të bëjnë bukë. Dhe ato do bëhen, sepse kjo shkruaj pikërisht në dhjetën e vjetër. Pra ishte pjesë e shkrimit. Pra djalli duke parë dobësinë që ai ishte i uritur 40 ditë në shkëtir. Dhe Jezusi i përgjigjet, si u përgjigj sulmit? Po me fjalën e Perëndisë. I tha, është shkruar që njeriu nuk pron vetëm me bukë, po me çdo fjalë që vjen nga goja e Perëndisë. Dhe e mposhtin në këtë betejë të parë. Po edhe na jep dhe neve një dritë, pra dritën e shkrimit për të kuptuar që ne si krijesa të Perëndisë nuk jetojmë dot pa fjalën e Perëndisë. Dhe fjala e Perëndisë sot na jepet edhe nëpërmjet shumë njerëzve. Pra kur flasin njerëzit gjëra të ndryshme. Për shembull, fjala kush kërkon gjem, është po nga Bibla, është po nga, sepse kur them nga Bibla, nga urtësia e Perëndisë. Po në Bibël kemi dokumentuar planin e shpëtimit për çdo njeri. Por gjithë urtësia e botës, pra urtësia e vlefshme, vjen nga Perëndia. Dhe këtë ka zbuluar shkencëtarët, nuk e them unë. E ka zbuluar Einstein, pa lexuar Biblën, e ka lexuar Tesla, por ai njëjtë Biblën në fëmijëria, se kishte dhënë Emma, Thomas Edison, Newton e me radhë, domethënë Pascal, Blaise Pascal, gjithashtu shkencëtari ka qenë besimtar i devotshëm, pasi zbuloi këto gjëra nga shkenca, duke kodifikuar, duke analizuar universin, ekzistencën. Pani që ka një krijuesi zbuloi gjitha këto urtësi dhe ata shkuan te Bibla, te burimi. Pra këtë thot Jezusi, nuk mund të jetojmë dot pa fjalën e Perëndisë. Pra nuk jetojmë dot pa të vërtetën. Nuk jetojmë dot pa dritën. Nuk jetojmë dot vetëm në errësirë. Pra nëse ham vetëm bukën fizike, jemi në errësirë, jetojmë vetëm për mishin, për gjërat e përkohshme. Jezusi thot për gjërat e përjetshme. Fjala e përjetshme e Perëndisë. Që nëse ushqejmë me të, marrim pjesë në këtë plan të Perëndisë dhe fitojmë përjetësinë. Dhe djalli fillon e sulmon prapë. I thot, nëse je biri i Perëndisë, i thot hidhu nga kjo lartësi, pra çon në lartësinë e Jerusalemit, në pjesën më të lartë të tempullit, hidhu dhe sepse është shkruar, i thot, pra shumë dhe këtë është shkruar, që ëngjëllit e tij do të presin. Dhe kjo është e vërtetë. Që ëngjëllit mbrojnë ata që janë të thirrurit e Perëndisë. Por Jezusi përgjigjet, i thot që po është shkruar, mos tundo, pra mos vër në provë Zotin Perëndin tënd. Pra që do thot bindju vetëm atij dhe mos se dyshon, mos e vër në provë Zotin. Dhe kjo vlen edhe për ne. Mos ta testojmë Zotin, mos ta vëmë në provë, sepse Perëndia është mjafton sikur krijimi dhe nuk është nevojë të na provojë neve. Ekzistencën e tij, ekzistenca e tij është shumë e njohur. Dhe ata që
kanë dashur të zhvillojnë intelektin dhe kthejnë prapë shkencëtarët, në fund atje kanë përfunduar. Një shprehje Albert Einstein thonë sa më shumë e studioj universin, aq më shumë thot shoh që universi është shpirtëror. Pra ka një krijues. Dhe është vërtet sepse thuhet Bibla, fryma e shenjtë, ose në ditën e krijimit, lëvizte mbi ujëra, fryma e shenjtë. Pra fryma e Perëndisë, thoshte, lëvizte mbi ujëra. Dhe Perëndia thirrën në ekzistencë dritën, fjala pra e Perëndisë, dhe drita u bë. Thiri këtë u bë, thiri këtë u bë. Pra kjo është fuqia e fjalës Perëndisë. Dhe fjala e mishëruar e Perëndisë, dhe Perëndia Logosi është Jezu Krishti. Dhe djalli prapë mundon herën e tretë i thotë, i shikon të gjitha këto mbretëri të botës dhe ja tregon. Kur themi mbretëri të botës, flasim për pasuri, për pushtet, për famë, për gjitha këto gjëra. Dhe i thotë do të jap që të gjitha i thotë ty, nëse ti thotë gjynjëzohesh dhe më adhuron. Tundimi, me ajo çfarë tundimi? Pra edhe ne, si besimtar, do kemi tundime të tilla. Ku gjërat e botës mund të na duken ndonjëherë më tërheqëse se sa përjetësia. Dhe Jezus i thotë, largohu prej meje Satan, pra shpohu, pra i reziston Satanit, mbrohet nga Satani, e sulmon, po me fjalën e Perëndisë, sepse është shkruar i thotë, adhuro Zotin Perëndin tënd dhe shpërbleje vetëm atij. Pra adhurimi, shërbimi, gjithë thelbi është tek Zoti. Pra këtu duhet fillojë gjithë ekzistenca e njeriu. Pra jo vetëm e besimtarit. Ky është plani i Perëndisë. Dhe unë prapë flas nga urtësia, këtë ka thënë Salomoni, njeriu më i zgjuar dhe më i pasur që ka ekzistuar gjatë gjithë historisë botërore. Mbreti Salomon, i biri Davidit, mbreti i Izraelit. Njeriu më i zgjuar dhe më i pasur. Vinin mbretër nga gjithë bota vetëm për të dëgjuar fjalët e tij. Sepse këtë urtësi që marrë nga Perëndia në atë shkrim. Dhe i sillnin pasurira, një njerëz shumë i nderuar. Është figurë historike, nuk po flasim për prallat e dashurisë. Janë histori këto, siç ka qenë mbreti ku njoh Julius Cezari, apo mbretët të tjerë, ka historinë e Salomonit, kush studion histori do i gjejë urtësinë e Salomonit. Dhe ai ka thënë, gjithçka në këtë botë është kotësi, vlen vetëm të punosh dhe të shijosh shkrytin e mundimit tënd, të punës tënde, në shtëpinë tënde në qetësi, pra të hash bukën në paqe, sepse kjo është pjesa që Perëndia ka dhënë në jetë kotësisë. Dhe po flet njeriu që kishte që të gjitha. I kishte provuar që të gjitha dhe nuk kishte fund. Pra çfarë donte ai e kishte. Dhe në fund thotë, cila është plotësia e njeriu, thotë. Pasi thotë që ka shumë fjalë, thotë, ka shumë libra, por vetëm një është bariu, thotë, për Perëndin, dhe një është fjala e tij. Dhe thotë, po lexove shumë libra, shumë fjalë, do të lodhet, bëhet shkatrim për trupin tënd, lodhje për trupin. Por besoj, thotë, një bariu, pra një Perëndie dhe fjalës së tij, thotë. Dhe të dëgjojmë, thotë, fundin e gjithë saj, thotë, cila është plotësia e njeriu, thotë. Ki frikë nga Zoti, thotë, dhe zbatohu urdhërimet e tij, pra fjalën e tij. Pra vëre Zotin parë, ndrohu që ka një Perëndi, kujtohu që është ai i mbijshëm. Mos u zini gjërat me kotësitë e botës, thotë, por thirrje mendjes dhe pranosh Perëndia ekziston dhe ka dhënë fjalën e tij, thotë. Dhe vëre në praktik zbatoi fjalën e tij, thotë. Sepse Salomoni thotë që në fund ka një gjyq për çdo njeri, ku do gjykohet çdo vepër e tij, çdo mendim i tij dhe çdo mendim i zemrës së tij. Gjithçka të dukshme dhe të padukshme, Perëndia do e vënë në gjyq. Prandaj shohim që sa e vlefshme është fjala edhe për njerëzit më të zgjuar dhe më të pasur të botës. Dhe sa e vlefshme është për ne krishterë kur shohim që Jezusi, personifikimi ose shembullimi, siç thonë shkrimi, Perëndisë së padukshëm, sepse Perëndia është frym, është realitetin frymëror, është parajs, nuk është fizik. Por mori aspektin fizik për të na shpëtuar neve, trupat tanë fizik nga mëkati, nga pushteti i mëkatit. Që kur besojmë këtë lajm, të marrim frymën e shenjtë nga Perëndia dhe të kemi forcë të qëndrojmë mëkatit, të qëndrojmë të ligur. Sepse trupi jonë bën vetëm mëkat. Po ta lësh njeriu të ligër, ai vetëm mëkaton. Bën atë që është e neveritshme dhe papranueshme për Perëndin, është kundra ligjit të tij, kundra fjalës së tij. Si natyrë, sepse ka marrë të mallkim që në kohën e Adamit dhe Evës, kur dëgjoi mësimin e Satanit dhe nuk të dy Zotit.
Mori mallkimin dhe që gjithë ne lindim në mallkimin e mëkatit, jemi të sëmurë. Dhe shërimin e sill vetëm gjaku i Krishtit. Vetëm kur i besojmë atij ne shërohemi nga kjo smundje. Ndryshe nuk e shërojmë dot, është si të shërosh viruse që janë të pashërueshme. Vetëm Perëndia Zoti e bën këtë shërim me anë të besimit tonë në atë që ai ka bërë në kryq për ne. Pra trupi dhe gjaku i tij, që është simbolizimi i fizikës dhe materjes. Pra trupi fizik, gjaku i shpirtit, sepse na thuhet që jeta është në gjak në Bibla. Dhe këtë zbunua shkencëtarët që zbunua pasaj ADN-n e këto të tjerat. Pra sa që shkenca shkruhet e Bibla ka pasur zhvillime në botë. Po gjithsesi kjo është temë tjetër. Pra Jezusi u mbrojt në fjalën e Perëndis. Edhe ne si besimtarë do të bëjmë të njëjtën gjë. Do ta kuptojmë strategjinë e ligut, ai do sulmojë me fjalë, me informacion. Sepse informacioni i gabuar na futet në mendime, dhe mos harrojmë kemi thënë në mësimet e kaluara atë që Bibla thotë, që fush betejë shpirtërore nuk është thjesht kryen kështu pa dukshme dhe ajo vete në mendje. Pra mendjen synon Satani. Dhe fut ato informacione gabuara, pra njohuri të gabuar për të na nxjerrë nga rruga e Zotit. Për ta bërë njeriu të errët dhe kur erret njeriu mëndërisht, ato që ka në mendje i futet në zemër, se çfarë mendon njeriu në zemër ka thënë Salomoni. Ashtu është ai njeriu. Dhe ai fillon pastaj dëgjon fjalën e Perëndisë, thotë po çfarë është kjo pa sens, thotë, nuk i bën më sens fjalën e Perëndisë. Shërat krishterët thonë, po çfarë ka të çuditshëm, çfarë duan këta prej meja, po diun. Trembet. Dhe që unë i kam thënë të dashur miq, çfarë duan për ju është vetëm e mira për ju, që Zoti të shpërojë nga çdo ligësi e të mbushur me bekimin e tij. Sepse unë i kam të gjitha. Dhe unë nuk kam lindur i krishterë, duhet ta përsëris një gjë. Unë vi nga bota e biznesit. I kam që të gjitha, i kam pasur, tani kam më shumë se kam me bekimin e Perëndisë. Dua thjesht të ndaj që kjo është e vërtetë. Zoti ekziston, realiteti shpirtëror ekziston. Kto që flasim janë të vërteta. Dhe dua vetëm më të mirën, dua që të gjithë të kenë jetën e re, të kenë bekimin e Perëndisë. Ta jetojnë jetën e tyre, por ta jetojnë me Zotin, jo pa Zotin. Sepse jeta pa Zotin, pa Krishtin, është errësirë. Krishti thotë, unë jam drita e botës. Për sa keni dritën, ju do ecni në dritë, sepse keni dritë në vete. Po kur nuk keni dritën, ju nuk dini ku ecni, thotë Krishti. Dhe mund të duket si po ecni rrugën e drejtë, po bëni gjëra të mira, por fjala e Perëndisë thotë gjithashtu që ka shumë gjëra që njeriu t'i duken të drejta, shumë rrugë që duken të sakta, por në fund ato rrugë thotë çojnë në rrugën e vdekjes, çojnë shkatrim. Ndaj besoj Zotit me gjithë zemër dhe mos u mbështet thotë në arsyetimin tënd. Sepse ka shumë plane thotë në zemrën e njeriu, por vetëm Zoti i drejton hapat e tij. Që vëllezër dhe motra, nëse nuk po e ndodh diçka e keqe, ta dini që Zoti po ju ruan, Zoti po e mbron. Sepse ai drejton hapat. Nëse nuk ju del një plan, zë një vend pune, një udhtim, një diçka, mos u hidharoni se ju ka mbrojtur Zoti, mos të veni atje. Sepse ka shumë gjëra që duken të bukura, të drejta, po të çojnë shkatrim. Dhe Zoti drejton hapat. Pra ne nuk kemi shumë plane, po ai drejton hapat, ai na çon atje ku duhem. Në momentin e duhur, në kohën e duhur, me njerëz të duhur. Dhe nëse jeni të ky mësim dhe keni ndjekur dhe po kërkoni të vërtetën, mbase Zoti ju ka sjellë këtu këtë gjë besoj dhe uroj, prandaj po e bëj shërbes. Pra ky është interesi im, vetëm të shoh dritën e Perëndisë në Krishtin në gjithë botën. Dhe te Shqipëria them se Zoti më ka sjellë në Shqipëri tim. Dhe nuk ka sjellë pa një arsye. Dhe Shqipëria 16 shekuj ka qenë e gjithaj krishtere, ka qenë vendi ndër të parët vendet krishtera në botë. Nga Jerusalemi thotë shkrimi e Solon ngjyllim deri në Iliri, thotë apostulli Paul. Ai që ka shkruar këtë letër që po lexojmë sot. Pastaj si punojnë gjërat, si punon errësira, më thënë tash gjithë ato përçarje deri te komunizmi, ateizmi, gjithë ato vrasje vdekje, e dhunë e përçarje, varfërie, lloj mallkimesh. Për sepse ne kemi harruar Zotin. Shqiptarët bëheshin me turkun dhe për hir të parave vrisin shqiptarët. Këtë thotë historia dhe thotë Sami Prashi dhe është më duhet të them unë, lexoni librin. Shqipëria ç'është? Çka qenë ç'është do të bëhet? Vënë shqiptarët mercenarë, regjistroheshin te turku dhe për ato lekë që jepte turku vrisin vllajën, vrisin motrën, vrisin njëri tjetrin shqiptarët. E harruan dashurinë e Krishtit që thotë duash armiqt.
Kurse shqiptarët vrisin vllajin. Por nuk ka rastësi në botë, Perëndia lejon edhe diktatorë të tillë si Enver Hoxha. Për këtë e lejoi, sepse nuk lë Zoti asnjë mëkat pa u bëshkuar. Dhe vrasja e vllajit është vetëm në Bibël, vrasja e Kainit që vret Abelin. Ja pra shqiptarët e kanë bërë këtë, kjo është e vërtetë. Po shkojë shqiptarët pendohen dhe të pranojnë ndreshjen, që është fjala e Perëndisë, dhe kthehen te Zoti. Nëse duan bekime, nëse duan mbarësi, nëse duan mirësi, duhet të kthehen te dashuria e vërteta. Ndryshe po vazhdojmë të vritemi me njëri tjetrin. Atëherë mos presim të kemi mbarësi dhe bekime. Sepse kur s'duam njëri tjetrin, s'do vllajin, si mundoj Zoti? A do thonë pse urren Zoti, po patjetër që urren, zemërohet Zoti me këto. Zoti duhet të duash të gjithë. Krishti vdiq për ata që vran. Kurse shqiptarët kanë vrarë njëri tjetrin për para. Dhe di çfarë bën turku pasaj, që ta dinë që të gjithë. Se njerëzit nuk lexojnë në Shqipëri. Edhe më komentojnë në video pse janë muslimanë, nuk se kanë fare me muslimanë. Edhe muslimanë shqiptarë janë. Dhe i duhet të gjithë më të mirën, po edhe ata duhet dinë tek e vërteta dhe ta pranojnë që janë në rrugën e gabuar. Sepse turku mirë që çon shqiptarët të vrisin njëri tjetrin, përpara po sjellte as parat shqiptarëve. I zmbrapste me arrogancë, kështu si thoshte mirë, shko vritet sa tjetër dhe t'i japon dhe se jepte prap. Prandaj u beguan shqiptarët në fund pastaj. Se s'morën lekët, jo se i bëjnë një vonë për Shqipërinë. Ja pra kjo është me gjithë bashkëfaktor dhe bashkëvuajtës. Dhe se kisha në plan të thoja këtë gjë, por e vërteta na bën të lirë. Ose vëmë gishtin në plagë, atëherë s'kemi për të parë problemet e vetja. Sepse smundja na shkruan vetëm ai që kupton që është i smur. Kur ti se kupton që është i smur, thotë ma ka fajin tjerë. Ma ka turku, ma ka serbi, ma ka greku, ma ka ky, ma ka rusi, ma ka ky. Rushtitja s'do të di fare çfarë mund të gjithë kanë hallet e tyre. Se turku të ka fajin shqiptarit, pse vret vllai shqiptarit përpara? Çfarë fajt ka turku? Turku është për çfarë sundon, siç po ndo tani, po si Ukrainë. Po si Ukrainë si të vritet Shqipëria me Kosovën. Kështu, tjetri e premton para ai tjetri, i përdor si ushtar si mercenar, ai tani ç'është. Prandaj njeriu duhet të kthehet te Zoti, mos të ecë me fjalë të botës, se kështu punon i libri. Djalli thot Jezusi, është babai i njeshtër dhe është njëri vrasës që na fillimi. Dhe vjen thot vetëm për të vjedhur, për të vrarë dhe për të shkatruar. Edhe luftrat prandaj bëjnë. Për të zhvatur. Dhe mirë ai që i beson armikut dhe si beson vllajt të tij. Ai që beson të huaj, si turkut në rastin konkret dhe kemi parasysh politik, dhe si beson vllajt të tij. Që ja thot vërtet me gjithë zemër. Po bëhet me të huaj dhe urren vllajt. Në këto ndodhe edhe sot në Shqipëri, bëjnë me të huaj dhe urren shqiptarët. Kjo po ndodh. Prandaj Shqipëria është për çfarë dashur. Gjithsesi, se bëra të pjesë për të qenë aktuale dhe thash nuk e kisha për ta ndarë, po ja, një rast praktik për ta kuptuar të vërtetën nga gënjeshtra, të rritën nga errësira. Dhe këtë mund ta bëjmë vetëm kur njohim fjalën e Perëndisë. Fjala na ndriçon edhe na hap edhe sytë e mendjes dhe sytë e zemrës për të parë të vërtetën. Kështu që i krishterë, nëse i thot vetes si krishterë, besimtar dhe do të ecë me Zotin, e ka për detyrë ta mësoj përmendësh fjalën. Pra përmendësh jo ta recitoj si në klasë, nuk e mësojmë dot. Ose vjen po nga Zoti që ta mësosh gjithë të Biblën përmendësh. Ka shumë informacione. Puna është ta dish fjalën e dur në situatën e dur, që mos të përsërisësh një gabim. Prandaj thashë me shqiptarët që më kanë zemra, që është ndër popujt e pakët në botë që shkatron veten, dhe në çdo vend të botës komunitetet e huaj i shet të bëra bashkë. Për shembull, isha në një vend huaj, shoh kinezët të rinin bashkë aty në një vend huaj. Po diun, hebrejt të rinë bashkë me njëri tjetrin. Shumë të tjerë që kanë parë bashkë, vetëm shqiptarët zihen me njëri tjetrin. Në Angli, në Itali, kudo që kanë parë. Bëjnë banda dhe zihen me njëri tjetrin. Po është turp. Është turp, mirë që burgjet po i mbushin. Por është turp që në një vend huaj ti zihesh me vllajën tënd dhe vritesh me vllajën. E pra, vëllezër e motra, jemi në mallkim për të gjë që duhet ndryshojmë. Nëse duam begatinë e Shqipërisë. Ndryshimi fillon nga ne. Dhe ndryshimi është e vërteta. E vërteta që jemi mëkatar, na duhet të ndezë, duhet të kthehemi në rrugën e Zotit. Dhe të krishterët ta mësojnë fjalën dhe ta përdorin me guxim, se këto thot Zoti. Dhe të guximi im, nëse e thash në vërtet, dhe ura mos kem prekur në njërin,
po edhe më shprehur është qortim i perëndishëm në dashuri. Të krishterët duhet të qëndrojnë me guxim për të vërtetën. Jo të bëjnë lajka, të bëjnë diplomacira, të bëjnë kompromise, duke thënë të zezës të bardhë. Si shton tani që s'na ka pushtuar në Perandori Osmani. Po çfarë na ka bërë 500 vite Perandori Osmani? Kur s'na pas ka pushtuar. Po mirë, nuk na ka pushtuar, por na ka shkatruar, na ka djegur në universitete, me njerëz, me shtëpi. Çfarë na ka bërë? Çfarë mirë ka sjell Perandori Osmani aty? Që ke pasur shtypshkojën e parë në Europë, në Moskopoj. Ke pasur universitetin e parë në Europë para Heidelbergut i Gjermanisë. Ku je tani ti? Pse s'krahasohesh as me Bosnjën? Kurse atëherë krahasohesha me Gjermaninë. Të zhvillim të ka sjell turkut se dëgjon çuditshme sot. Vëllezër dhe motra, i them këto gjëra për të kuptuar fjalën e Perëndisë që është e vërteta, të qëndrosh për të vërtetën, për atë që beson me gjithë zemër dhe përdore me guxim. Sepse vetëm e vërteta e bën njeriu të lirë, po se vure gishtin në plagë, nuk shërohesh. Shqipëria është e smur, është në mallkim. Shqipëria edhe shumë shqiptar kanë ndruar besimin e tyre të krishterë vetëm për para. Dhe pam që vetëm për para vriteshin njëri tjetrin dhe smerin as para, prandaj u rebeluan. Kjo është e vërteta. Dhe thonë historianët, përfshirë dhe Sami Prashin lexoni librin, nuk e them. Nuk e them. Kjo është çështja. Dhe kalojmë tek përkrenarja e shpëtimit. Dhe këtu do daj tani pse e bëra gjithë të hyrje. Përkrenarja e shpëtimit na mbron mendjen. Që do thotë shpëtimi është vetëm me anë të besimit. Pra, siguria që jemi shpëtuar është vetëm kur ne besojmë të vërtetën. Ungjillin e shpëtimit që Perëndia na do dhe erdhi sipas gjithë profecive në Krishtin Mesian sipas profecive. Dhe u flijua në kryq për mëkatet tona për të na falur ne. Pra, ligji i tij që thotë çdo mëkat lahet me vdekje, gjaku lahet me gjak, sepse çdo mëkat, qoftë edhe gënjeshtra, lakmia, hipokrizia, janë si vrasje para Perëndisë. Perëndia është i shenjtë. Dhe për të na shpenguar në ato mëkate që ne bëjmë vazhdimisht, ai sjell lajmin e shpëtimit, sjell një beslidhje të re. Që ja, këtë mëkat e pagova unë për ty. Tani eja tek unë, birin dhe bjerin. Pra ky është shpëtimi dhe nëse besojmë të gjë, bën mirë ta vëmë si përkrenare, sepse kjo është siguria që ne i përkasim Perëndisë. Nuk janë veprat tona, ku diun, shteti ynë, gjua jon, kultura jon, feja jon, sepse janë 22.000 fe sot në botë. Po një është e vërteta, thotë dhe Salomoni. Pra siguria jonë është vetëm që Zoti e shpëton njeriu dhe ai e ka bërë veprën për njeriu dhe kjo vepër ka ngel histori dhe edhe kalendari që ne kemi sot ndahet para Krishtit dhe pas lindjes Krishtit. Sepse edhe astrolog dhe shkencëtar të kohës atëhershme që edhe e vizituan Virgjëreshën Mari dhe Jozefin dhe pan Krishtin si bebe. E vizituan sepse kishin studiuar konstelacionet hynore. Kujdes, astronomi, jo astrologji, horoskop, astronomi, shkencë. Dhe dini që Mesia do lindte në Izrael në X vit. Dhe kemi dhe zbulime të tjera arkeologjike sot që vinë nga perandoria kineze para lindjes Krishtit, që kishin bërë të njëjtat parashikime. Dhe kush kërkon gjën mund të ulumtoni që ardhja e Perëndisë në tokë, Mesias, jo vetëm që është profetizuar nga profetët e Dhjetës së Vjetër në Bibël, pra në Toratin e Izraelit, por është kodifikuar dhe zbuluar nga shkencëtar të ndryshëm të asaj kohe. Ndoshta nga sumerët, nga babilonasit, nga kinezët e nga gjithë operatorët. Dhe dalin sot, më saktë para shumë vitesh, kanë dalë zbulime arkeologjike që ata e dinin që Krishti do vinte. Dhe kjo është siguria që Zoti e shpëton njeriu, erdhi u bë njeri për të shpëtuar njeriu, se Zoti bën çfarë doj. Dhe është bërë njeri dhe në kohën e Abrahamit. Se dalin edhe sot teori, po ç'është ky Zot që bëhet njeri? Po pa i bën çfarë doj. Është fetarizëm dhe ignorancë të thuash që Perëndia nuk merr dot formë njerëzore. Por vetë shkrimi i kohës së hebrejve para Krishtit jep shumë disa raste që Perëndia merr formë njerëzore. Si s'merr ka formë njerëzore?
Mund të bëj dhe tani. Të njëjtën gjë, bën çfarë do doje ai. Kështu që nëse kemi dyshime dhe frikë se e vërteta që janë njësër dhe njësrat janë të vërteta, atëherë mendoni kush e shpëton njeriu, Zoti apo shpëtojmë ne vetë? Nëse mendoni që shpëtojmë ne vetë, atëherë i besoni njësër, sepse feja, fetë njerëzore dhe filozofitë këtë besojnë. I bëjmë mirë dhe mirë do gjë, kur vjen atje pasaj para Zotit, të vë Zoti një kandar, e thotë po, pas ke bërë shumë mirë aty, mirë hajde me mua para. Po kjo është njësër dashuri, është satanike. Është djallëzore. Po një gotuj të kesh, ti edhe një pikë helmi, çfarë do thuash, i kam shumë ujë dhe më pak helm dhe do ta pish? Se kam dhënë shembull disa herë. Por po flasim vetëm me arsye faktike, pa hyrë në gjëra teologjike. Sikur të japë dikush i gotuj, të thotë, ja po edhe një pikë helmi, do e pini ta ujë? Po jo do thonë, sepse njeriu Zoti na ka dhënë arsye dhe ndërgjegje ta kuptojmë që ai me një pikë ujë bëhet helmi. Kurse feja thotë, ka keti në një mëkat s'ka gjë se Zoti do peshore, e thotë, o pas kemë shumë ujë s'ka helm ti, kështu që hajde futem parajs. Tani futet helmi në parajs, futet mëkati në parajs, në pranë Perëndis mëkatari, don kriminali, don kurvari, vjedhsi, hajduti, vrasësi, futet në parajs, ose një vrasje ka bërë. Po jo, një qytet ka shkatruar. Një familje ka shkatruar, nuk ka shkatruar një totë. Nuk pa ka bërë. Pra këtë mëson feja dhe filozofitë njerëzore, dashur miq, nuk janë ndriçuar në e vërteta. Atëherë rikthehemi pyetjes, se shpon Zoti njeriu apo njeriu mund të vërë tek Zoti? Prishërinë mëson që Zoti u bë njeri për të shpëtuar njeriu, e uli veten. Dhe poshtoroi veten deri në vdekjen e turpshme të kryqit. Këtë bën Perëndia, thotë aman, po bëj më të fundit fare. Po masakrohem dhe u bë cop e çik në kryq Krishti. Janë dhëna dhe shkencore që faktojnë gjë. Vetëm për të na çuar tek tendesa, që të kthehemi nga rrugët e të librit, nga rrugët e mashtrimit, nga mëkati dhe shkojmë tek e vërteta. Vetëm e vërteta na bën të lirë, na shliron nga mëkati. Po se pranuam vërtetën, atëherë do vazhdojmë me errësirën. Sepse duket se ka shumë rrugë, siç po shkrim. Nëse me njëri duken shumë rrugë të drejta, po vetëm dy rruga. O me të vërtetën o me gënjeshtën. O me dritën o me errësirën. O me Zotin ose pa Zotin. Po pastaj na thuhet se gjyqi ky është, na thot Perëndia. Drita erdhi në botë, po njerëzit dëshën errësirën. Pra kur dalim para Zotit në fund, të gjallë dhe të vdekur, se vdekurit do marrin trupa të tjerë, trupa qiellore. Ne do gjykojmë që të gjithë në kthimin e dytë të Krishtit. Të parashikon Bibla në librin e Apokalipsit, njohur si zbulesë. Dhe aty secili ka gjykuar veten, jo se e dënon e gjykon Perëndia njeriu. Pra kjo është e vërteta dashurish. Nuk ka peshore apo kandar. Ka vetëm njerëz që besojnë vërtetën dhe emri i tyre shkruhet në librin e jetës. Kurse njerëzit që kanë besuar gënjeshtën dhe kanë jetuar gënjeshtën, emri i tyre nuk është në librin e jetës dhe nuk kanë vend në praninë e Perëndis në parajs. Në tokën e re dhe qiellin e ri që do krijohet, rikrimi me ardhmën e Krishtit. Të thotë Bibla, sepse secili ka gjykuar vetëm, drita erdhi në botë, njerëzit dëshën errësirën më shumë se dritën thotë. Dhe para kësaj na thuhet gjyqi është ky. Shikoni te Ungjilli i Gjonit kapitulli 3. Ky është gjyqi thotë. Pra kjo është e vërtetë. Ai shumë e dëshë Perëndia botën, sa dha bie atit vetëm lindurin, që kur çdo që beson atë të mos humbas në shkruaj, po të ketë një edhe përjeshtë. Pra Perëndia po zgjat dorën me dashuri. Dhe krahu i Zotit nuk është i shkurtër, thot profeti Isaia, dhe ky është krahu i Zotit, Jezusi. Pra merrni si figuracion, Perëndia që është primi jep krahun e tij që është mish, Jezus, për të shpëtuar njeriu. Pra ulet poshtë siç vajte te Krishti në vdekje dhe predikoi shpirtrave të fjetur, siç na thuhet, dhe u ringjall 3 ditë dhe Perëndia zgjati dorën dhe çoi prapë mbrapsht. Për të shpëtuar. Por po jep si shembull për ta kuptuar, jo se shkruaj kjo në libër. Është thjesht tu pak fantazia ime. Edhe fantazinë Zotin e ka dhënë. Dhe lavdi Zotit kur e përdorin për lavdinë. Dhe këtë na thos sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e tij në botë, thotë.
që ta gjykojë botën, po që ta shpëtojë botën. Por pastaj na thotë që ai do kthehet dhe nuk do kthehet më si shpëtimtar, do kthehet si gjykatës. Dhe gjyqi është këtu, po drita erdhi, pra Krishti erdhi, po njerëzit dëshën mirësirat. Nuk e kërkuan Perëndin, ndonë se e njohën thotë shkrimi në vend tjetër. Sepse mjafton shoh shkrimin dhe ta kuptosh që ka një krijues siç e kuptuan ata që nuk janë të dobët intelektualisht, ata shkencëtarë që panë. E njohën ekzistencën e Perëndisë. Dhe panë që Bibla është e vërteta. Shkencëtarët që folën. Po njerëzit nuk duan. Dhe vetë janë gjykuar. Pra nuk ka Perëndia asnjë borxh në vetë. Ne kemi borxh Perëndisë. Shumë borxhe. Kështu që kthehemi te përkrenarja, ky është shpëtimi ynë të dashur vëllezër, dhe këtu po e flas juve që keni vënë besimin në Krishtin. Shpëtimi ynë dhe siguria jonë që i përkasim Perëndisë është vetëm që ai na ka shpëtuar nëse ne besojmë këtë ungjil. Mos lejoni askënd të thotë që po të priti s'ke bër këtë, s'ke bër atë, s'ke bër këtë, s'ke bër atë, ose s'je në kishën e dur, s'je në doktrinë e dur, ku diun gjëra të tilla. Nëse beson në gjithë zemër që Krishti është i Perëndisë, ka ardhur nga Perëndia, i bën njeri për të shpëtuar ty, vdiq për mëkatet e tua dhe u ngjall të tretën ditë, sipas shkrimeve, ti thot shkrimi je i shpëtuar dhe nëse rrefen me gojë këtë gjë, dhe beson në zemrën tënde je i shpëtuar. Sepse ky besim ka ardhur nga fryma e shenjtë, nuk vjen dot ky besim nga mendja njerëzore. Si tha Jezusi Pjetrit kur e pyeti, kush janë njerëzit që jam unë, pyeti dishepujt. Tek Mateu 16. Ata i thanë që thonë që je profet. Dhe fort shumë fe sot në botë këtë thonë, Jezusi ka qenë profet. Profet i madh, profet kështu. Thonë që një nga profetët, një mësues, një guru, si thonë sot. Njësoj thonë dhe atëherë. Por ju i thot Jezusi, kush thonë që jam unë? Dhe Pjetri thot, ti je Krishti, pra Mesia. Është titull Krishti, nuk është mbiemër. Mesia. Biri i Perëndisë i gjallë. Dhe Jezusi thot, i lumja ti thot Simon, se Simon e kishte me Pjetri. Simoni biri i Jonait. Sepse as gjaku thot as mishi, ja ku dalin pra këtu. Ku filluam, gjaku dhe mishi. Që lufta nuk është e gjaku dhe mishi. Sepse gjaku dhe mishi nuk ta zbulon këtë gjë, po ta zbuloj atin që është në qiell. Kështu që ata që besojnë kush është Jezusi, çfarë ka bërë Perëndia në të, e pranojnë, pra nuk turpërojnë, e pranojnë këtë gjë. Dhe besojnë në zemrën e tyre që i Perëndia ngjalli prej të vdekurit për mëkatet tona. Atëherë je i shpëtuar për shkak. Sepse fryma e shenjtë thot as mish as gjaku, fryma ta ka zbuluar dhe. Kështu që mos lejoni njerëz të tjerë, le të jenë ata çfarë të jenë, kisha, i thon vetes teolog, pastor, të jenë çfarë të jenë. Nëse ju thonë që ti nuk je i shpëtuar, atëherë Zoti do përgjigjet për ata. Nëse ti ke sigurinë në zemër që ti je shpëtuar me anë të besimit, jo nga veprat, atëherë vëlla dhe motër je në rrugën e dur. Kishi këto dyshime sepse nuk vina Perëndia, vina i ligu. Dyshimet dhe frika nuk vina Perëndia, vina i ligu. Perëndia inkurajon. Perëndia inkurajon, Perëndia të mbron. Perëndia të shtyn, të shëron, të rrit, të ngret, të përdor për lavdinë. Nuk do Perëndia të dyshosh e të friksohesh. Se të thot dikush që mban veten me tituj, me grada. Mos lejoni askënd vëllezër dhe motra. Por çdo qofshi, në çdo lloj feje, në çdo lloj, apo qoftë edhe personi më i njohur, më i famshëm edhe si krishterë. Po ju thaj që ti si i shpëtuar e të tjera të gjëra të tilla, ndërkohë që ti në zemër ke vetëm Krishtin mbret, atëherë mos ke frikë, mos ke dyshim. Ec, ndiq Zotin, sikur vetëm ti je. Dhe s'ke për të qenë vetëm, s'ke për të qenë me gjithmonë me më të lartin. Lavdi Zotit. Pra armiku e thotë gjë. Armiku thotë nuk je i shtuar, duhet të bësh vetë diçka. Nuk je i shtuar, duhet të bësh vetë diçka tjetër. Po nuk je i shtuar, as e ke bërë ti, po nuk je i shtuar. Kthehemi, çfarë do thotë Jezus? Do thotë Jeshua, do thotë shpëtim. Jeshua në hebraishtja. Jezus është forma e latinizuar në greqishtja. Se kush është i shpëtuar e vendos vetëm shpëtimtarin. Sepse ne gjykojmë si njerëz në gjaku dhe mishit. Por Perëndia është e zemrat, edhe të atyre që thonë nuk je i shpëtuar. Kujt po i shërbejnë ata?
Nëse ke Krishtin në zemër, nëse je djegu nga dashuria e Perëndisë në frymën e shenjtë, kur besove fjalën e Perëndisë, dije që Perëndia ka vullosur me frymën e shenjtë, të ka bërë pronën e tij, fryma e shenjtë është ka parë që ka lënë. Dhe ditën që do kthehet do të marrë dhe është përgjegjësi me të. Dhe këtë e bën sepse të do ty, të do. Dhe askush nuk është këtu dot nga dashuria e Perëndisë. Le të thonë çfarë të duan. Perëndia të do. Nëse dikush thotë që Perëndia nuk të do, nuk është nga Perëndia, ai thotë Perëndia nuk të do. Është njësoj si Satani në shkretirë, edhe Satani këto dyshime në gjallë të Jezusit. Nëse jemi vërtet bili Perëndisë, që dhe ai tjetër që do thotë sot. Perëndia ty nuk të do, ti nuk je i shpëtuar. Ti nuk je i denjë për shpëtim. Ti s'ke bërë këtë, s'ke bërë atë, s'vjen te kisha jonë, ku diun çfarë gjëra. Atëherë nuk është nga Zoti e fjalë. Theo tek ato që thot Bibla, prandaj krishteriu duhet të njohë shtrimin dhe apostulli thonë duhet si foshnja thotë posa lindur që kërkojnë qumshin e nënës, kështu do ta kërkoni fjalën e Perëndisë. Po ky është problemi më i madh sot në krishterinë. Dhe nuk e di sa e vërtet është kjo statistik, nuk e di sa e vërtet është, po dikush që e kam dëgjuar, po s'po e marr për të vërtet, faktike, po ka thënë që në gjithë botën vetëm 6% njohin Biblën në krishterë. Po sikur edhe 60% jetë është prap për të ardhur keq. Nëse i krishteri nuk njeh Biblën, nuk jetë vërtetën, nuk është në dritë, nuk njeh Perëndin të dashur të zonë. Prandaj mos dëgjoni një njerëz. Jezusi njefte fjalën e Perëndisë, që i vogël në Jerusalem, në sinagoga, në gjitha, dhe është vetë fjala e Perëndisë. Por mos harrojmë se kufizuar si njeri. Prandaj Perëndia na jep shembullin që si duhet sillemi, si duhet të mbrohemi, si duhet të qëndrojmë armikut me fjalën e Perëndisë, shpata e frymës, në frymën e vërtetë. Kështu është partallojmë armikut. Shporo Satanu unë do t'i besoj vetëm Zotit Perëndisë tim, nuk të besoj ty. Për asnjë gjë. A kujdes, se mbas e kalojmë në ekstrem pasaj në krenari. Nëse tjetri na qorton, pra vllai apo motra në besim, ose sipas fjalës së Zotit, atëherë kjo është nga Perëndia, sepse Perëndia thotë atë që do, e qorton. Pra e tham gjitha këto, po mos marrim tani po, se mund të ndodhe këtë gabim, dhe të themi ore, s'do lë njëri të më qortoj. Se ka dalë edhe kjo shprehje tani vetëm Zoti më gjykon. Po Zoti ka sill fjalën dhe ka sill edhe njerëzit thjesht të gjykojnë. Pra nëse vllai të gjykon sipas fjalës Perëndisë, thotë vlla, motër, shiko, po gabon këtu. Dhe të tregon dhe fjalën. Atëherë pranoje dhe ta bekosh atë vlla, ta përqafosh, ta puthësh, ta falënderosh dhe Zotin që përdori atë fat të të ndreq. Sepse kush kthen një mëkatar thotë, nga mëkati i ka shpruar shpirtin. Por nëse ti dhe që quhet vlla apo motër, të thotë shiko, Perëndia ty nuk të do, ti nuk je i shpruar. E gjëra të ngjashme. Ose duhet të bësh edhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe atë, që të shpëtohesh. Dhe nuk mjafton besimi, ndërkohë që Bibla thotë i shpruar vetëm me besimin. Sepse bëri Perëndia veprën për të. Dhe është dhuratë, thotë ajo vepër. Por imagjino, vjen një mbret jep një dhuratë, po flasim kështu shkoqur. Ati thua, a faleminderit, lëre aty, po ja edhe të kepe këto lekët. Pa i thotë, po kjo është dhuratë për ty, mbreti. Kurse ti, ai këputuri në mëkat, ai lypsari, se kështu jemi ne para Perëndisë, më keq. I thua, shkoj, jo, nuk e pranojnë atë, na dhe këto lekët, se duhet bëjë unë diçka të mirë. Atëherë ofendojmë kështu mbretin, apo e nderojmë, çfarë bëjmë? Do them nuk e nderojmë. Njësoj është me Zotin, kur ai thotë, shpëtimi është dhurata e hirit. Që përmet thotë tek Efesianëve, besimi që pati Abrahami, besimi të pastër dhe sinqert, që Abrahami ishte mëkatar dhe bëri gjatë gabime. Po vetëm fal besimit të tij tek ajo që Perëndia është. Pas këtij besimit të Abrahamit thotë, ju do merrni thotë dhuratën e premtuar thotë, frymën e shenjtë premtimit thotë për ata që besojnë. Ungjillin e Krishtit. Prandaj ka kaq probleme në krishterinë, dashur dhe moda se krishterët nuk njohin shkrimin, nuk njohin Zotin. Dhe i besojnë njerëzve. Ndërkohë që shkrimi thotë kush ndjek njerëzit dhe nuk ndjek Zotin, pra fjalën e tij, është mallkim, ka mallkuar vetëm thotë. Ja këtu dalim. Ne sot dalim, o filani pastor, filani teolog, o filani nga kjo kish, a filani këtu, filani atje, apo ky është amerikani, di gjitha, apo ky këtej. Po ç'lidhje ka dhe vetëm.
Po ç'lidhje ka? Po kush është Pali, thot vet Pali, kush është Apoli? Kush është ky, janë gjithë shëmbëtorë, thot janë sklever të Zotit. Dhe mirë u thot Pali sepse jam i fundit, jam ku jam mëkatar. Ne jemi thjesht sklever të Perëndisë, thot Pali. Kurse sot e flitë janë pastor, po diun me dekorata, me kështu edhe hajde në internet. Po ç'lidhje ka? Nëse i të nxirr në rruga e Perëndisë, për çfarë ndjek atë? Se ka dalë dhe kjo më tani, s'ka gjë se mëkaton gjithë mëkatarin, po mëkaton po kush mëkaton mos ka mëkatit të Krishtit. Pra pendohu mos mëkaton shenjtëro, ose shenjtëri, pa shenjtëri s'ke vërtet para Perëndin, kështu po të shkrimi. Ai çfarë bën? I dosoj pastori don. Pastori ka detyrë, tani quhet pastor, pra bari domethënë. Edhe pastor se ekziston në Bibël, po bariu të kullosi, kullot delet, pra figuracion. Me çaj kullot, po me fjalë e Perëndisë do të kullos. Po nëse del bariu dhe thot s'ka gjë po mëkatove don. S'ka problem. Po si s'ka problem. Po Krishti për çfarë u kryqëzua? U kryqëzua në shpirtin e mëkatit. Po pse mëkatojmë pse? Ne mund të pendohemi me tjerë, do të bëj çfarë thot Krishti, çfarë thot pastori. Pra i themi këto gjëra vëllezër e motra. Sepse kisha sot vetë krishterimi gjendet në siç ndodhet kjo botë, në këto trazira. Duke qenë se kisha është konformuar me botën në masën më gjerë. Problemet që ndodhin sot në botë ndodhin edhe në kishë, ndërkohë që duhet të ishte ndryshe. E para kisha duhet të qëndron dhe këtyre problemet të botës dhe mos të ndaj në denominacione fetare, mos të ndaj në parti politike, mos të ndaj në shtete, mos të ndaj të kujt pastor jam apo i kujt tradite krishtere jam. Po duhet të ishim bashkë njëra para punës dhe të qëndronte botës. Ku? Në dashurinë të vërtetë, në veprat mira, këtë ka Perëndia dashuri. Po sot mirë që janë konformuar me botën, por kanë rënë në këtë vaktësi që nuk lexojnë as shkrimin e shenjtë. Nuk meditojnë veprimin, shkrimin e shenjtë. Ndërkohë që na thuhet e vërteta, do të bëjë të lirë nga gjithë këto gjëra që ndodhin botë. Kjo është në pushtetin e errësirës. Bota po dërgjet në errësirë të shkrimit. Nuk është të shkrimi jeta është shef. Jeta shef nuk vjen nga Zoti, është thjesht një tallje e momentit. Që nëse krishterët mendojnë që jeta është shef, krishterët do të bëjnë keq për të botë, është e smur. Është e smur kjo botë. Mos harroni çfarë shumë për lajme gjëra, skandalizojnë njerëz me atë Epsteinin, Epsteini pra bënin përdhunime fëmijësh, vrasje fëmijësh, rituale satanike, sikur zbuluar, po kështu ka qenë gjithmonë. Që në kohë e lashta në Babilonia ja pjonin fëmijët atyre djeve, atyre statujave, që sot i adhurojnë njerëzit duke bërë yoga ato statujat indiane. Që deri në dia adhuroheshin, pjoheshin fëmijët atje. Pra njeriu harron sepse nuk e në dritë. Dhe bëhet se i peshku që ikën njërë grepit, pastaj kthehet prapë te grepi. Vëllezër e motra, nuk është qëllimi im të flas ashpër. Në flas vetëm me zjarr për Zotin dhe me dashuri për ju. Sepse di që sot aq të mpirë janë njerëzit nga ligësia dhe nga informacioni i kot dhe i pavlerë i kësaj bote, që s'vlen për asnjë gjë, dhe asgjë nuk vlen më shumë se shpëtimi i shpirtit. Sa që edhe këto video nuk i shkojnë, unë e di që pak veta do i shkojnë të video. Dhe unë nuk dua shikime, nuk dua klikime, nuk dua të më ndjekin njerëzit fare. Unë e di që shumë janë të thirrur dhe pak janë të zgjedhur thotë shpirti. Unë i flas asaj pakice që do të ndjekë Zotin. Prandaj mund duke më ashpër. Dhe nuk kam këtu mision as t'ju bind, as të bëj propagandazë, sepse nuk kam interes tjetër përveç se të mirës tuaj. Se këtë më thot Zoti përmes apostullit Pjetër për shkak. Kapuni fortët pas fjalës së mbjellë në ju, thot, të vërtetës, që mund të shpëtojë thot shpirtin tuaj. Prandaj e bëj të gjumë. Ky është interesimi i vetëm. Kështu që e di që kjo shërbes është për një pakicë. Nuk ka këtu reklama, para, nuk e di për çfarë bën njerëzit edhe famë, për çfarë këto gjëra
janë kotësira, bro. Nuk kam as interes tjetër përveç se i shërbej Perëndis në misionin që më ka thirrur për të kullotur njerëzit me fjalën e tij. Kujtoni për krenarin e shpëtimit. Zoti ju shtoi ku besuat në Krishtin. Dhe mbahuni fort me shpatën e frymës, teksa keni gjithë për krenarin e vete. Pa shpatën e frymës, pa fjalën e Perëndis, nuk luftoni dot dhe nuk i qëndroni dot ligjësisë. Sepse nuk jemi ne më të fortë se Jezusi, që është vetë Perëndia në trupin njerëzor. Kur Jezusi u mbrojt me fjalën e Perëndis, edhe ne minimalisht me fjalën e Perëndis duhet mbrojmë. Nuk ka tjetër armatim frymëror më të vlefshëm se fjala e Perëndis. Dhe mos harroni lutjet, dashur vëllezër dhe motra. Lutja është fryma e armatimit. Mos i besoni gënjeshtrave satanike, duhet ta them. Le ta thotë edhe prifti, pastori, kushdo ta thotë. Lutja nuk është ritual fetar. Nëse bën lutja ritual fetar, je si paganët dhe hipokritët, thot Jezusi jon. Mos bëni thot përsëritje të kota, fjalë të kota siç bëjnë paganët thot. Ata do të marrin thot shpërbimin e tyre. Ata ofendojnë Perëndin. Ata që bëjnë bla bla bla, ratatatata. Nuk është kjo lutja. Zoti nuk ardhur të themeloj fenë e radhës. Nëse fliste me urrëtie dhe korrigjim, fliste pikërisht për ata fetar, që thoshin mirë vetë që nuk hynin në parajs, po i mbyllnin dera thot edhe atyre që kërkojnë të vinë. Mirë ju thot skribë dhe farisinj hipokrit. Dukeni nga jashtë si të bukur, si të pastër, por brenda jeni varre thot. Varre jeni. Të vdekur shpirtërisht. Është gënjeshtër, lutja është komunikim me Perëndin. Është si një martesë. Nëse nuk flet me gruan, e njëti gruan, ke marrëdhënie me gruan nëse nuk komunikon, nëse nuk dëgjon nga ajo, nëse nuk flet me atë. Paq më tepër me Zotin. Flasim dhe dëgjojmë nga Perëndia, dhe Perëndia do na flasi, do na drejtojë në frymën e shenjtë, vetëm tek parimet që mësoni vërteta fjala e tij. Nëse ju drejton në një frymë që mund të duket edhe si dritë, se Satani vjen si ngjyllëdritë ato frymë, ju drejton te në një gjë që del kundra fjalës Perëndis, atëre është fryma e djallit që ju drejton. E njëjta frymë që thotë që lutja është thjesht kështu për mbarësi, ku diun. Ritual, ti është vetë dhe bën ato përsëritje. Është fetarizëm dhe është fe e vdekur të shkrim. Pra janë vepra të vdekura që shkojnë në vdekje. Lutja është komunikim me Perëndin, flasim me Perëndin, lutja na ka vënë, dhe s'është e thënë të marrim pozicione të dhura, të vemi me një godinë, ku diun të shkojmë në një statuj, në frymën dhe të vërtetë të Krishtit, sepse ka ardhur koha ku njerëzit do të adhurojnë Perëndin e tij në çdo vend të botës, në frymë dhe në të vërtetë. Dhe fryma e vërtetë është kur ke në zemër fjalën e tij të vërtetë. Ja ku thotë shkrimi, Efesiana 6:17. Duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutje dhe përgjërimi në frymë. Çfarë thotë në frymë? I lidhur me Perëndin, i koleguar me burimin e jetës, me atin qellor që të do dhe të deshit, dhe dha jetën për ty në kryq. Jezusi. Që ti të shpëtohesh nga mëkati dhe të hapet marrëdhënia me të, sepse kur janë mëkati i bllokuar ke një mur midis Perëndis dhe vetes tënde. Kur janë mëkat, jeton mëkat, jeton arsye. Krishti erdhi dhe shkatoi murin ndarës në thotë shkrimi. Në kryq. Po ka fe që thonë nuk mjafton kjo. Duhet të bësh vetë një gjë për ta shkatruar murin. Është gënjeshtër satanike. Perëndia kërkon vetëm dhe çfarë bëjmë ne, kërkon çfarë jemi ne. Pra çfarë kemi në zemër. Dhe nuk është larg asnjërit prej nesh. Por ama është i dëftohet, i manifestohet, pra i shfaqet atyre thotë shkrimi që kërkojnë me gjithë zemër, kështu do të shkrim. Që nëse se kërkon Zoti me gjithë zemër, nuk të hapet Zoti. Nuk të shkatron të mur, sepse ti nuk beson, nuk e kërkon Perëndin. Pra lutja është ajo që bën në lëvizje gjithë armatimin. Është si karikimi. Pra ta marrim, kemi celularin, bie bateria, duhet ta karikosh. Njësoj është me ne, edhe nëna bie bateria shpirtërore.
Nuk majmë dot gjithkohës, jemi gjithkohës të ndezur në dritë. Por ama, nëse kemi besim dhe besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi nga fjala e Perëndisë, kur kemi dëgjimin dhe leximin, se është dëgjimi i brendshëm. Atëherë, kjo fjalë e Perëndisë na thotë lutu Perëndisë, që të marrësh fuqi. I lësh barrat e ditës aty, i bëj ai, sepse këtë ka thënë fjala, dhe duhet ta bësh. Siç e tha Jezusi dishepujve të lanë këmbë dhe Perëndia thotë hidhi barrat ndihmora, se unë merakosem për ty o biri im. Në teksa ti lë barrat, ai pasaj të mbush me fuqinë frymërore. Dhe pak të fuqi frymërore që vjen nga lutja, armatura nuk funksionon. Nuk vjen dot në lëvizje, se s'ke fuqi. Pra mund ta dish fjalën, por nuk ke fuqi frymërore. Prandaj Jezusi thotë adhurimi i vërtetë është në frymë dhe në të vërtetë, në lutje dhe në fjalën e Perëndisë. Dhe qëllimi përfundimtar të dashurish, ne nuk luftojmë për të fituar, por luftojmë nga pozita e fitores. Pra ne jemi tashmë fitimtarë në Krishtin. Nuk kemi çfarë fitojmë me Satanin, me këto fuqi të errta. Prandaj kemi thënë në këto mësime që janë vetëm nga urësia e Perëndisë, jo prej meje. Unë kam vetëm këtë aftësi në fryma e Shenjtë për të dhënë mësim fjalën e Perëndisë, për të i dhënë interpretimin më të thjeshtë, të mundshëm, pak në përpiqem. Pra nuk luftojmë për të fituar, se Krishti është fitimtari, Perëndia në mish e mposhti fuqinë e mëkatit dhe të vdekjes, Satanit në kryq. Ne luftojmë për të qëndruar, për të mbrojtur dhe për ta sulmuar, për ta zmbrapsur Satanin. Pra largohu Satan sepse është shkruar. Largohu sepse është shkruar. Largohu sepse është shkruar. Kështu përgjigj Jezusi 3 herë. Dhe ne mund të luftojmë si Jezusi, por jo më mirë se Jezusi. Sepse vetë fjala e tij thotë që nxënësi ose dishepulli mund të bëhet si mësuesi, por jo më mirë se mësuesi. Pra Krishti e mundi armikun në kryq dhe në ringjalljen, në vdekjen dhe ringjalljen e tij. Mori me veten atë vdekje, fuqinë e mëkatit dhe të vdekjes, që njerëzit merrohen. Krishti në këtë fitore na thotë që vdekja nuk është fundi, është fillimi i jetës së vërtetë, që është e përjetshme. Kështu që le të qëndrojmë fort, jo për të siguruar fitoren, pra duhet të qëndrojmë jo për të siguruar një fitore, por sepse fitoria tashmë është e siguruar pa besimin tonë atë që Perëndia ka bërë për ne, ditë dhe vjet e tij. Amen. Dhe një përfundim dhe aplikim, dashur vëllezër dhe motra, para se shkojmë dhe te vargu final. Ushtrimi më i mirë, njohëria më e mirë është praktika. Ndaj çdo mëngjes bëj një lutje të shkurtër. Qoftë edhe pa zënë në vetvete, zgjohesh në mirënjohje Perëndisë që të dhajë edhe këtë ditë për të jetuar. Përpiqu të aktorësh për lavdinë e tij. Mos më katon. Bëj të mirën në dashuri. Sepse Krishti nuk më katoi dhe bëri vetëm mirë dhe vetëm na vdeshi deri në vdekjen e kryq. Bëj dhe ti të njëjtën gjë. Dhe thoi, atë qellor në lutje, mos haro Perëndia është ati yt. Ati yt kush thot kundërtën, nuk është na Perëndia. Perëndia është ati yt qellor, ati krijuesi i gjithësisë. Dhe na ka krijuar sipas shembullimit vet. Kush të thot kundërtën, nuk është nga Perëndia. Atë qellor, sot unë vesh të vërtetën tënde. Sot unë vesh drejtësinë tënde. Sot unë vesh paqen tënde, Perëndi. Sot unë mbaj besimin që ti më ka dhënë të kem. Besimin e kam prej teje. Sot unë pranoj shpëtimin që ti më ka dhënë pa besimin tim tek ajo që ti ke bërë për mua. Sot Perëndi bëj që të mbaj fjalën tënde në zemrën time. Dhe më jep fuqi të qëndroj në ditët e vështira. Në emër të Jezusit. Amen. Bëj këtë lutje dhe pastaj vetëm ec në fitore. Ec në fitore sepse ke fitoren të siguruar me atë që të ka dhënë fitore. Amen. Dhe mbyllim me të vargu, dashur vëllezër dhe motra, Efesianë 6:10-11, së fundi, ne që jemi të fundi. Forcohuni në Zotin dhe nga fuqia e pushtetit të tij. Vishni gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të qëndroni kundër kurtheve të diellit. Dhe Zoti ju bekoj të gjithëve dhe uroj shumë vëllezër dhe motra ta keni ndjekur këtë seri mësimesh. Nëse nuk keni parë seritë e tjera, ju lutem kthehuni.
Kthehuni dhe shikojeni që të gjitha. Reflektoni mbi to. Nëse keni pyetje, komente, ndonjë gjë që nuk kuptoni, ndonjë gjë që ju trazon, mos u kurseni të më shkruani. Dash Zoti, vetëm më mbani në lutje që të funksionojë interneti këtu në Rusi ku ndodhem. Sepse këtu nga sjell Zoti të shërbej kishës, por pa lënë vendindjen time Shqipërinë. Dhe s'ka për ta lënë kurrë. Domethënë Zoti jep dhe forcë. Por lutemi që të kemi internetin, që të jemi të lidhur, sepse komentet tuaja, pyetjet tuaja janë edhe qëllimi i këtij misioni. Por nëse s'keni komente dhe pyetje, nuk ka problem, mjafton thjesht të ndiqni këto mësime, të ndani me ata që mendoni se i vlen, mund të jepni një pëlqim, mund të bëni një registrim të faqja, jo sepse i kërkoj unë, po sepse kështu punon algoritmi në mënyrë që kanali të ketë më shumë vizibilitet. Se qëllimi është të hapet më shumë e vërtetë, të hapet drita në këtë botë. Dhe nuk jam unë i vetmi që ndaj këtë botë, se ka dhe vëllezër dhe motra në gjithë botën që shërbejnë, madje edhe që përsekutohen për ungjillin, i dim shumë mirë në vende ku ungjilli është i përsekutuar nga fuqitë e djallit, por ndihmojmë njëri tjetrin për misionin e Perëndisë, deri në ditën e ardhjes së tij ta shpërndajmë të vërtetën, siç na thuhet kyç. Ungjilli i paqes do të pravet në gjithë botën, dhe atëherë do të vijë marrja e kishës pra fundi i kësaj epoke, ku Krishti do mbretërojë njëherë mirë në përgjithësi me gjithë ne. Ju kujtoj vëllezër dhe motra, kjo është një shërbesë krishtere, ndoshëm luftën shpirtërore, sipas teologjisë së krishtere protestante ose ungjillore. Nga unë Eno Barjami, ju kam lënë edhe adresën time të emailit enobarjami@gmail.com. Nëse do keni pyetje dhe komente, për të cilat ndoshta nuk e keni komod të shkruani në komentet e kësaj video, mund të më çoni një email. Dhe rregulloria e këtij kanali është që përgjigjem ndaj pyetjes suaj do ta kthej me video të realizuar në këtë kanal duke ruajtur anonimatin tuaj. E bëj këtë gjë për t'ju ardhur juve në ndihmë, po edhe komunitetit që më ndjek. Dhe shpresoj uroj shumë që të kem jo vetëm shëndetin, forcën dhe urtësinë që Perëndia më përdorin këtë shërbesë, uroj të jetë në ndihmë për ju dhe të kemi sa më shumë tema që mund të ndajmë nga urtësia e fjalës Perëndisë, që mund të na sjellë sa më pranë Zotit. Prandaj ju kërkoj mbi të gjitha që edhe të shkruani dhe të pyesni nëse keni pyetje dhe paqërsi. Deri në videot e radhës, Zoti t'ju bekoj dhe paçi vetëm të mirat, mbrojtjen e tij dhe praninë e tij të kësaj dashurie të pafundë dhe forcë të pamas. Bekime kudo.